pa vdes nuk lexohet Kurani, mund të thu përmensh, por jo me lexu, me qenë musafir me lexu, pa vdes. E pastaj me shami pa shami nuk prish punë, edhe pa shami. Sepse shami është obligim në namaz e jo jashtë namazit. Kështu që kur lexojmë Kur'an se kena obligim shamin. Është e preferuar me u kthy pe kibles, por jo obligative. Është pe edukatës së leximit, me qenë ulur, u kthy pe kibles. Por nëse lexon rat, nuk ka dert. Por nëse lexon në drejtim kundër të kibles, prap nuk ka dert. Më rëndësi me lexu Kur'an. Në cilën kohë me lexu Kur'an është më së miri, krejt kohët janë të mira për Kur'an. Por më e preferuar më e mirë është në sabah, kur ta fal sabahun. Zotën në atë kohë ka kohë më shumë njeriu. Më marrë me vetveten e vet, me shpirtin e vet. I madh Zot. Ai është i mirë, është i urtë. E sa mirë na ka caktuar, na ka obliguar namazën e sabahut. I shkurt për nga hapësira koha, 4 recate, 4 minuta këtë 5. Por namazi i sabahut është fillimi i ditës. E dita e gjatë, shumë gjëra të presin gjatë ditës, shumë kadere caktime të presin gjatë ditës. Nuk e din çfarë të pret e çfarë gjen gjatë ditës. Filloj e ditën me madhërimin e Zotit. Jepja hakin shpirtit tënë. Jepja hakun shpirtit tënë. Merre me vetveten mas pari. Puno për vorrin tënë, për ahiretin tënë. Falë namaz. Bën dhikr. Lexo pak Kur'an. Pak, shumë, sa të kesh mundësi. Krejt kjo një herë për veti, për shpirtin tënë. Që ja dedikon Zotit tënë. E pastaj bismillah, që shtu ngrat janë nis punëve të shtëpisë. Ose burrat janë nis punës të fushës e të tjerë. Pra mas pari, Zotit tem, ti koshin për shpirtin. E pjesë e namazit dhe pjesë e dhikrit ja bashkangjitet edhe Kur'ani. Ditën sa angazhimet të sa, mbrëmje lodhesh. Por me gjithate, nuk prish punë edhe ditën, para dite, mas dite, para se me pjete. Kur do qoftë, me lexu Kur'an. Namazi ka kohë kur është i lejuar, i preferuar, i ndaluar. Ndërsa Kur'ani nuk ka. Kur'ani është me lexu 24 orë kurtë.